Arjan Curi futet në Big Brother, rrëfim i gjatë, dramatik dhe plot energji. Në shtëpinë e Big Brotherit, dita kishte nisur si zakonisht, shurma e gatimit në kuzhinë, bisedat e çalgares në obor dhe disa banorë që përpiqeshin të zgjoheshin duke mos u pajtuar me faktin që duhej të bënin punët e shtëpisë. Askush nuk e dinte se ajo ditë do të bëhej historia më e bujshme e sezonit. Big Brother kishte paralajmëruar një surprizë të madhe, por as banorët, as publiku nuk e imagjinonte dot se çfarë po vinte. Papritur, dritat në të gjithë shtëpinë u shuan. Vetëm një dritë blu pulsuese qëndroi në mes të sallonit. Banorët ngrinë, disa u trembën. Të tjerë qeshën me nervozizëm dhe më pas u dëgjua zëri legjendar, banor të Big Brother. Përgatituni. Në shtëpi po vjen dikush që do t'ju tunë fort. Dera e madhe me xham filloi të hapej ngadalë me një tingull që krijonte drithërim në ajër. Kur dera u hap krejtësisht, u duk silueta e një njeriu të njohur. Shumë të njohur, banorët mbetën pa frym, disa thanë njëkohësisht, po ai është. Në shtëpinë e Big Brotherit po hynte Arjan Curi, opinionisti më i fortë, më i komentuar, njeriu që me një fjalë dita kthei shtëpinë përmbys. Hyrja epike e Arjan Curit, Arjani ecte drejt, me një qetësi tipike të tij, me fytyrën e thatë dhe vështrimin e ashpër që dukej sikur lexonte mendjet e të gjithëve. Çdo hap i tij jehonte në dy sheme, ndërsa banorët nguroseshin mes ankthit dhe kurreshtjes. Ai ndaloi në qendër të sallonit, i hodhi një sy të gjithëve dhe buzëqeshi lehtë. Ajo buzëqeshje që s'di askush nëse është para një kritike apo një komplimenti. Mirëmbrëma, banor. Po, jam unë. Dhe po, do qëndroj me ju. Kaq mjaftoi që shtëpia të shpërthente në brohoritje, debat, konfuzion dhe thashetheme të menjëhershme. Reagimet e banorëve, Bia, gjithmonë me temperament të fortë, u shtang në vend. O Zot, më mbaroi jeta. Arjan Curi këtu? Do më analizoj çdo lëvizje. Alba i vuri dorën në zemër dhe pëshpëriti, ky njeri na ka bërë.